الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne jemi në nëhije në surës së bekuar, suratu Rum, e posaçërisht në nëhijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta e jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal, që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannatul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Xhelal ka kriju gjithësinë dhe e ka sistematizuar atë ashtu si do të ketë nevojë njerëzia. Nga se Allahu Dhul Xhelal kur i paralajmëroi melaqet se unë do të krijoj në sipërfaqen e tokës një halife, një mëkëmbës, melaqet duke parë nga gjallësat tjera, nga krijesat tjera të bullira, e trazira, e fesat, e gjakderdhje, thanë sigurisht edhe kjo lloj krijese, pra njeriu do të jetë sikur ata. Por Allahu Dhul Xhelal tha inni a'lamu ma la ta'lamun, unë di çka nuk dini ju. Dhe e krijoi njeriu, dhe njeriu është krijesa e fundit. Nga se para njerëzive Allahu Dhul Xhelal pa të krijuar melaqet, xhinët dhe krijesat të tjera. Por njeriu ne dalloi nga gjithë ato të tjerat, përveç melaqet që prinë në mirësi para njeriut. Kurse njeriu dallon nga gjallësat tjera, me çka? Me besim në Allahun Dhul Xhelal dhe me vepra të mira. Dhe Allahu Dhul Xhelal e ka dëshmuar këtë dhe thot: "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Njeriu e kam krijuar në formën më të bukur. Në ajetin tjetër madhështor thot: "Laqad karramna bani Adem." E kam nderuar, e kam ngritur birin e Ademit, pra njeriu. Subhanallah, pas gjithë kësaj mirësie nga Allahu Dhul Xhelal dhe pas gjithë këtyre të mirave, begative, dhuntive që Allahu Dhul Xhelal ka përgatit për njeriu shumë prej tyre janë kufrani ni'me, nuk janë shqyrtar, nuk janë mirënjohës ndaj mirësive të Allahu Dhul Xhelal. E çka bëjnë ata që nuk janë mirënjohës, ata që nuk e kanë parasysh se janë në përcjellje të Allahu Dhul Xhelal? Njerëzit kanë vendos kamera dhe në mbytën me këto kamera. Subhanallah. Por këtyre kamerave që i vendojnë ata, mund që iket edhe mund të shpotojsh për i tyre, por
ajo mbikëqyrja e Allahut Dhul Gjelal është e më kryesorja. Dhe njeriu që e din se çka të lëviz, çka të bën dhe çka të thot, i registrohet. Në qoftë e mirë, i registrohet në të djathtë, në fletoren e mirësive, në fletoren e sevapeve. Në qoftë e ligë e keqe, i registrohet në të majtë, në fletoren e gjunaheve. Kështu pra njeriu e ka parasysh çdo lëvizje, çdo thonje, çdo hap, çdo mendim e ka parasysh se është nën kontrollën e Allahut Dhul Gjelal. Me gjitha to vëllezër të dashur, shumë njerëz dhe shumica e tyre që sot ekzistojnë nuk e besojnë Allahun Dhul Gjelal. Sot ekzistojnë mbi 8 miliardë njerëz. 2 miliardë prej tyre janë musliman. 6 miliardë 3 fishi nuk janë musliman. E ata që nuk janë musliman, çka janë duke bë, po i shohim çfarë zullumi janë të bë ndaj muslimanëve, sidomos ndaj muslimanëve. Nga sa ata bëjnë zullum edhe mes vete për interesat e tyre, por ndaj muslimanëve zullumi u ka ngrit në nivel shumë të lartë. E muslimant, pse kanë ardhur në këtë shkallë? Muslimant, kur kanë qenë me numër pak, kanë ndriçur rrezullin toksor me çlirimet e tokave ku bëhesh të zullum. Dhe në çdo tokë që kanë mri muslimant janë mirëpritur nga jo muslimant. Se ata të vendit që kanë sundu kanë bë zullum. Dhe i kanë mirëprit muslimant se kanë dëgju se muslimant janë të drejtë. Muslimant nuk bëjnë zullum. Muslimant nuk terrorizojnë. Muslimant nuk plaçkisin. Andaj një shembull konkret i gjallë është kur kanë arrit muslimant në Egjipt, në udhëheqjen e Amr ibn al-Asit, kishin dëgjuar ata të vendit se muslimanët janë shumë njerëz të mirë. Dhe mirë që do të vinë, do të na shpëtojnë nga zullumi që banin ata që ishin në pushtet. Dhe arritën muslimanët dhe çliruan Egjiptin dhe i mirëpritën. Subhanallah, i mirëpritën, nga sa ato së pari çlironin zemrat e pastaj tokat, që do të thot ishin të mirë se ardhur, të mirëpritur. Dhe dëshmia e kësaj është që dihet në histori se djali i Amirit, djali i komandantit të çlirimit, pra Amr ibn al-Asit, u pushtu me një të vendit të thjesht, dhe ai vendasi e mundi ata. E çka bën ai? Mori një thupër dhe i mshoi. Tha, e din ti biri kujt jam une? Subhanallah. E çka bën ai egjiptasi? E mori djalin për dorë, dal nga dal në anije, kaloi detin dhe arriti në Medinë. Te kush? Te Hazreti Omeri. Për çka? Të ankohet se djali Amirit, djali udhëheqësit i çlirusit, na ju kemi prit të na çlironi, e ju keni fillu të na rahni. Subhanallah. Edhe ja tregoj rastin. Omeri radiallahu anhu çka boni? E thiri Amr ibn al-Asin. Çoj njeri ta thirrje. Merë djalin tënd dhe eja te unë. Subhanallah, po e merë djalin edhe kthehet, shkon në Medinë te Hazreti Omeri, edhe ai që kish paraqit ankesën me të birin e vet, erdhi dhe erdhën dy palët. Amri me djalin e vet dhe egjiptçasi i thjesht me të birin e vet. Dhe i tha Amr ibn al-Asi, biri jot që ki tha, ki djali jot, djalit këti i kam shun thupër, që s'është drejt, kjo është zullum. O Amr, kur i robruat njerëzit të cilët nënat i kanë lind të lirë, kur i robruat,
Omeri radhiyallahu anhu këtë gjest, këtë rast e ka quajt robërim. Për një thupër e ka quajt robërim. Po të ishte Omeri sot të shef se çka bëhet me gjakun e fëmijëve musliman, me namuzin e muslimaneve, me tokën e shenjtë të muslimanve, subhanallah. Atëherë tha djalit e Egipçasit që e thuprën, mshoj djalit të Amrit ashtu si të ka mshu ai ty. Edhe i mshoj, tha a je dakord që ja ke marr hakun? Kisas. Kjo është kisas. Ai që mshon, mshohet. Ai që vret, vritet. Kështu pra, në Islam kështu është. Edhe kjo mbeti në histori ndodhi e artë. Përse përmendim o vëllezër të dashur këtë? Se Islami është ai i cili ka përhapur drejtësinë, tolerancën. Janë mirëprit muslimant në vendet që kanë çliru. Lini ato prallat e disa shqip folsve dhe me emën të muslimanve, neve osmanlit na kanë vra, na kanë detyru ta pranojmë Islamin. Ajo është poshtërsi, ajo është mosnjohuri e realitetit, bile mosnjohuri edhe historisë, se vetë historianët e matur të mençur tregojnë se çfarë dobie kemi patur ne dhe çfarë dobie kemi ne sot prej muslimanëve, e sidomos atyre që na e kanë pru Islamin në këtë trojë. Na kanë ndërtu xhamia, pse s'na kanë ndërtu fabrika? O vllai dashur, xhamia nëherë duhet të edukohet gjenerata, të mësohet, e pastaj urdhno vllai dashur, kush të ndalë të ndërtojsh fabrika? Subhanallah, sot po shifet në Kosovë se çfarë ndihme po afron Turqia. Nuk është kjo politik, nuk është kjo ndërhyrje në politik, është realitet. Por ja njerëzit flasin nga mlefi. O vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal e ka kurdis këtë botë mbi drejtësi, e ka kurdis këtë botë mbi njerëzillëk, mbi humanitet, mbi solidaritet, e ka kriju, e ka kurdis kështu. Mirë po ja, Allahu Dhul Gjelal në thot tash në Kur'an, në ajetin që përcolla para jush, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Përhapet fesadi. Çka fesad? Çrregullim. Çrregullim. Allahu Dhul Gjelal e ka rregullu këtë jetë, këtë botë, këtë sipërfaqe të tokës, e ka rregullu. Ja ka kriju diellin, e ka kriju hënën, ka kriju detrat dhe lumejt, ka kriju kodrat dhe rrugët i ka nda. E ka kurdis, o vllai dashur, mbi mirësi, mbi urtësi, mbi drejtësi, ja që paraqiten njerëz zullumqtar. Prishin rendin, e prishin rendin dhe përhapet çrregullimi, trazira në sipërfaqen e tokës. Po, përhapet ne dhe e shohim. Është çrregullu jeta në shumicë. Subhanallah, komoditet, teknologji, pasuri, po zero lumturi, zero kënaqësi. Më të lumtur kanë qenë ata të cilët nuk e kanë pas këtë komoditet, këtë saltanat, nuk e kanë patur. Beglerët nuk kanë jetu si që tonë sot njeri më i varfur në mesin tonë. Më i varfuri jeton me kushte më të mira, më të voliqme se begu i atëhershëm. E ka pas emnin beg, ka pas tokë, ka pas hajvanat, po s'ka pas elektrik, po s'ka pas kerr, po s'ka pas telefon. Subhanallah, kanë jetu jetë të thjesht, por kanë qenë të lumtur. Ku është lumturia sot? Për fat të keq, ku është lumturia? Ka humbë respekti madje edhe ndaj prindërve, ka humbë respekti ndaj fqinjëve, ka humbë respekti ndaj më të madhit, ka humbë respekti dhe mëshira ndaj më të voglit, ndaj të varfurit. Është çrregullu, kjo është çrregullim. Bima kasabat aydin nas, këtë e kanë meritu njerëzit, kanë ndërhi në atë natyrshmërinë
që Allahu Dhul Gjelale ka kriju këtë botë. Subhanallah. E çfarë t'i bëjmë? Të rikthehemi në mirësi. Na nuk duhet të rikthehemi të jetojmë me dhamba. Si që thot dikush, duhet të na rikthejnë të jetojmë me deve. Jo, vllai dashur. Të rikthehemi të jetojmë me moral, të jetojmë me nder, të kemi turp. Shifni çka po ndodh. Atje një vajzë e mitur, e papjekur, e reje, e kanë maltretu, s'po du me hi se çfarë kanë bo. Turp, mbare, në një vend tjetër e njojnta. Atje njoni ka hi, ka plashkit, a tjetëri ka vjedh, a tjetëri ka manipulu. Po çfarë janë këto çrregullime? Po këto janë çrregullime nga vetë njerëzit, e pastaj vinë çrregullime tjera. Paraqiten smundje që nuk kanë qenë ndonjëherë. A shihni çfarë smundje? Kur të ndëgjesh sulm, kur të ndëgjesh kjo, kur të ndëgjesh ajo, disa shkaqe të ndryshme, kështu që nuk ka harmoni, nuk ka lumturi. Çfarë të bëjmë? Fefirru ila Allah. Duhet t'i kthehemi Allahu Dhul Gjelal. E sidomos në këtë muaj të bekuar, që kjo është e xhumaja e parë, muajt Shaban, që ki muaj i prin, muajt Ramazan, të pregaditemi dal nga dal, të rikthehemi në vete, të rikthehemi Allahu Dhul Gjelal. O Zot, ndashta deri tash kemi gabu, po tash jemi në prag të muajit të shenjtë, pendohemi o Zot. Largohemi nga punët që s'na kanë hije, as si musliman, as si komb, as si fe, nuk na kanë hije. Nuk ka qenë kështu, o vëllezër të dashur. E kanë dajtur bukën për gjys, fqiu me fqiun, por kanë qenë të lumtur. Sot as që pyet fqiu për fqiun e vet, as që pyet hallin e njëri tjetrit. Kemi ardhur në situatë, madje që njonin e pyet njoni, si e ke babën? Vallaj moti se kam pa. Babën moti se kish pa, se kish zatek për udhe. Subhanallah. Babën, nanën, me ignoru, me ilon pas shpine, vllaun, që nëse ka nevoj për ndihmë ta ndihmojsh, kojshiun, nëse ka nevoj ta ndihmojsh, mikun dashamirin ta ndihmojsh. Subhanallah. Nefsi. Kemi ardhur në atë situatën që Allahu Dhul Gjelal e përshkruan jetën e gjykimit. Atje thot ditën e gjykimit, çdo njeri do të thot nefsi. A mos se do të vijë prej në dunjë, si çalli të thot nefsi. Unë të kem, unë mirë të jem, po është zullum kjo filani ti hi ndër hak. Lebetja, a mund një fjalë që ka të ndarë që a mund t'jam veshish? Ja kem vesh vetë vetës. Kur i ke bo hile vllaut tënd, ke hilu vetë vetën. Kur i ke bo keq dikujt, i ke bo keq vetë vetës. Allahu Dhul Gjelal thot, in ahsentum li anfusikum, wa in asatum falaha. Nëse bani mirë, o ja ke bo vetës. Gëzohu kur t'ja bësh një të mirë dikujt, a di sa të gëzohesh më tepër se sa dikush kur ta bën një të mirë. Dikush kur ta bën një të mirë, normal që gëzohesh, edhe duhet ta falenderojsh, edhe duhet të lutesh për to, por më shumë duhet të gëzohemi kur ne ja bëjmë një të mirë dikujt. Ja afrojmë një ndihmë, se atëherë ja kemi bo vetvetes. Njëherë kishin bisedu sahabët mes vete, kush prej neve bën më shumë mirë? Kush bën më shumë mirë? Kish qenë në mesin e tyre Aliu radiallahu anhu. Dhe njoni tha, po çish e boni këtë bisedë, këtë pyetje, duke qenë Hazreti Alia këtu, që ki prinë në mirësi, ki më së shumë ti u ban mirë njerëzive. Aliu radiallahu anhu tha, jo, unë si kam bo mirë askuj. Si ja imam, ti ke bo këtë, jo, tha, ja kom bo vetë vetës. Ato mirësi ja kom bo vetës. Subhanallah. Kështu pra duhet ta kuptojmë o vëllezër të dashur. Andaj, dhahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Çdo gjë e palakmueshme, çdo gjë që vjen e pamirëpritur, që nuk na gëzon, ajo është nga duarët tona, bima kasabat aydin nas. Është nga zullumi jon.
Allahu Dhul Gjelal nuk ban zullum. Hasha ve kella. Ai është i drejti absolut. Ai nuk ban zullum. Ai zullumqarin nuk e fal. Në ditën e gjykimit Allahu Dhul Gjelal, ati që është bo zullum në çdo mënyrë, se zullumi ka mënyra të ndryshme, Zoti na rujt. E kush bën më shumë zullum? Ata që kanë mundësi, ata që kanë pasuri, i hindër hak, me pasuri i hindër hak fukaras. Është në gjendje edhe qatë që i ka fukaraja t'ja mare. Subhanallah. Por Allahu Dhul Gjelal është i drejti absolut. Kështu ka ndodhë në kohën e Musës alayhi salam. Një pasunik që kishte ndërtuar një pallat, por në fqin kishte pas një grua plak, kishte pas një kasoll. Edhe ai kishte dash t'ja merr ato. I kishte thonë ta paguaj, por ajo se kishte qit. Kishte thonë është e imja që këtu kënaqen. Po do t'jap një vend tjetër, një shtëpi më të mirë, jo, që kjo është e imja. Subhanallah. Kështu është natyra e njeriut, e do në atë që ka të vetën. Dhe çka bën një ditë ai nga zullumi i tij? Ajo nuk kishte ndodhur në shtëpi, ai porosit punëtorët dhe ja ngren ato. Ja hekin prej atij, e hudhin diku. Kur vjen ajo, lip kasollën e vet, shtëpinë e vet, sa është? Bëhet shibe, ama pallatit ajo është, lagja çajo është. U bë dyshim, tha ore ju vëllez. A ka pas bërë e kom pas unë qëtu atë kasollën shtëpin? Thanë po, këtu e ke pas. Po ku është? Tha e hoq i ki. E hoq. E prishi e largoj. Ta pastroj vendin. Ta zgjeroj vendin. Në dam të fukaros. Çka tha plaka? U drejtu, tha o Zot, unë nuk isha këtu. Unë nuk isha këtu. Por ti ku isha o Zot? Subhanallah. Me këta e nuk ka desh thotë ti, po ka desh thotë o Zot, po fuqia ite, po drejtësia ite absolute. Subhanallah. Mbas pak kohë, ai del për shtëpije dhe Allahu Dhul Gjelal e fundos pallatin në tokë. E fundos e ban rafsh, pa gjurmë. Kur vjen ai, nuk e gjen pallatin. Subhanallah, pallati nuk është kasoll të hiqet, si ai si hoq fukaras. Tha morë që tu ka pas bërë, kom pas pallatin? Tha po. Than po e ke pas. Po, çka u bo? Tha çka u bo me atë të fukaras, u bo me tënde. Çka bon e ti me atë, bon i Zoti me ty. Subhanallah. O vëllezër të dashur, andaj muslimani e ka parasysh këto, se ka një mbikëqyrës i cili hakmeret. Andaj ati që është bo zullum në ditën e gjykimit do t'i thot te kaddem, paraqit ankesën tënde. Ai do ta paraqit, zullumqari do të mundohet të mbrohet. Allahu Dhul Gjelal do t'i thot la tatakallem, mbyllë goja, o kri, mbyllë goja. Ana zalimun al-yawma in jawazani dhulmu zalimin. Dhe Allahu Dhul Gjelal do thot unë, hasha ve kella që s'ndodh, por Allahu Dhul Gjelal thot unë do t'isha zullumqar nëse zullumqari shpëton. Që me këtë do në thot që nuk ka gjasa zullumqari të shpëton. Në shumë raste dënimin e marin prej në këtë botë, e mos flasim për në ahiret. E qka është kjo pra? Fesat, është zullum bima kesebet e i din nas. Smundje që s'kan qenë, telashe që s'jan dëgju, turpe mbare që s'kan ndodhë ndë njëherë në historin tonë, e sidomos ne si shqiptar, në çështjen e numuzit, kemi qenë shumë kategorik, kemi qenë shumë të prerë, në çështjen e nderit. Sot kemi arritur fëmijët që flasin shqip, apo të rinjtë që flasin shqip, të bëjnë mbarë dhe turpe që të rënqethet lëkura veç kur të ndëgjojsh. Por çka duhet me bon? Duhet me ngrit zanin, o vëllezër të dashur. Duhet me ngrit zanin të gjithë, sidomos institucionet zyrtare. Institucionet zyrtare duhet të ngren zërin, jo vetëm të bërtasin, se ajo vetëm të flasin na ka mbet neve, na nuk kemi pushtet, na kemi mbet vetëm të flasim,
por ata që kanë pushtet, ata duhet të marrin masa, qajnë duke bo, heshtin. A di çka thonë? Nuk ashtë e imja. Ajo vajza, për çka të bëjë, nuk ashtë e imja. Ajo çka ka ardhë në kojshi, mos ki gajle se vjen dhe në shtëpi. Ajo që ka ndodhë atje, ndodhë nesër edhe këtu. Ajo që ka ndodhë në kojshi, ndodhë edhe në shpi. Zoti na rujt nga zullumi, Zoti na rujt nga e keqe, Zoti na rujt nga ata që s'kan turp, s'kan terbije, s'kan din, s'kan dignitet, s'kan njerëzi, s'kan mëshirë. Janë bosh tazarak, Zoti na rujt. Andaj vëllezër të dashur, duhet t'i kthehemi Allahu dhul xhelal, të pendohemi, t'i afrohemi Allahut, të pastrohemi, sidomos tash që jemi në prag të muajit të bekuar, të inshallah na vjen Ramazani e na gjen më mirë se sa jemi, të përgatitur shpirtërisht, fizikisht, moralisht e me të gjitha. E lusim Allahun dhul xhelal, rinin ton në Islam ta forcon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit ton të pasuron, të sëmurët ton të shëron, të burgosurit ton të pafajshëm të liron, e sidomos vëllezërve dhe motrave, të sëmurve, të plegosurve, të atyre që janë në natyrë, pa kulm, pa mbrojtje, Allahu ju ndihmoft. Zullumqarët dhe ata që krahin zullumqarët, dhe ata që heshtin ndaj zullumit, Allahu me zvete t'i shkatron. Lusim Allahun dhul xhelal, neve dhe familjet tona dhe mbar muslimant, nga çdo vështirësi, nga çdo sprov, nga çdo e keqe, nga çdo fatkeqësi e kësaj bote dhe ahiretit të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.